Po lexojmë zodiakun Akrep, çfarë ka tek Akrepi, si do jetë Akrepi në vërtetë gjatë këtyre 2 javëve dhe kush planet ndikon tek Akrepi ndikon planeti Pluton, që ka brenda vetes ndjeshmërinë, vendosmërinë dhe idera. Akrepi. Akrepi në këto kohë, sa për përket identitetit femër, është duke përmbushur gjërat e saj. I ka përmbushur disa detyra, disa formatime të jetës të saj dhe po mendohet. Gjithsesi këto detyra që ka përmbushur i mban brenda vetes. Është futur si me një pjesë porte të artë dhe ka mendime të paqarta ndaj vetvetes, gjithmonë kërkon forcën ta ketë përpara vetvetes dhe të veprojë në forcën e shpirtit dhe në këtë kohë mendon që të arrijë një plan të dytë, një mendje të hapur dhe ka mesazhe të panumërta për të vendosur një miratim tek jeta e saj. Akrepi, e shikoni veten shumë në mënyra të mërzitshme, shumë në forma të mërzitshme. Gjithsesi e shikoj që tek ju ka ndërhyr si sfera të errta, persona të errët në jetën tuaj. Ju akoma jeni duke e përmbajtur veten, duke përmbajtur inatet, të mos deportoj inati tek personi në fjalë dhe po hulumtoni se çfarë drejtimi duhet të bëni. Shikoj që jeni mbuluar dhe me financa të mira dhe keni harxuar financa të pavedishme dhe po kërkoni miratim si të shkoj më tej dhe çfarë do përdor dhe është diçka tek ju që jeni në qendër të vëmendjes dhe mendoni që gjithmonë veten tuaj ta keni si në lartësinë e duhur dhe jeni në lartësinë e duhur. Akrepi. Sa për përket identitetit mashkull, domethënë është në këtë kohë duhet të jetë i qetë, do pak qetësi, sikur i ka bën gjërat më të rrezi. Mendon që deri këtu unë nuk mundem të deportoj më tepër si në punë, si në pjesët e arritshme, në vërtetë është pak sikur po përton të eci në iderat e tij dhe i pare pëlqen të rri më tepër i shtrirë në mendime të qarta të vetvetes, i pëlqen rehati, i pëlqen qetësia dhe këto kohë është në qetësi. Çfarë do ketë në vazhdimsi? Vazhdimsia është tek Akrepi që ka avanca, ka krijime të reja, ka mundësira pafund, po balancon punët që ka të mirëvartura, sepse ka prezantime pune të reja dhe është duke hulumtuar dhe duke biseduar dhe duke startuar punët që i krijohen tek ai. Bashkëbisedon me person të tretë, bashkëbisedon dhe me persona që ka përreth dhe vendos që të vazhdoj punën ose miratimet që ka. Në këto kohë shikoj që krijon 3 kontrata. 3 kontratat janë në pjesën e saj të vlefshme dhe plotson pjesët që ka pasur të humbura. Janë duke miratuar 3 plane. Kërkojnë dritë tek plani i tyre dhe tek shpirti i tyre. E shikoj që kanë qenë të mërzitur, e shikoj që kanë pasur një shpirt të lënduar, janë si të heshtur dhe në këto kohë mendohen që çfarë pjesë mund të krijojnë dhe çfarë iderash kanë në mendje, nuk duan t'ja transmetojnë personit tjetër, e mbajnë si sekret ndaj vetvetes, sepse i duket sikur i largohet pjesa e mendimeve, i tërhiqet pjesa e mendimeve nga persona negativ. E shikoj që është planeti i qiellit, yjet janë drejt tyre dhe janë të fokusuar, do kenë shanse të reja në këtë kohë dhe po krijohet një portë e artë tek ato.
akrepi, identiteti mashkull tek akrepi ka arritur gjithçka. Është ullur në frontin e tij. Tash po përmbush detyrat që janë të papërmbushura. Është person i veçantë, ka idera të forta, e mban fort qëllimit e tij dhe mban fort mendimet. Është person që nuk paratregon bisedat, sekretet ose veprat e punëve që ai mund të bëj. Gjithsesi e shikoj që në këto kohë ai firmos një kup të artë brenda vetes dhe jep fuqi dhe jep dritë në vazhdimësisë të tij. Te financat e shikoj financat që janë pasi kur janë të mbaruara. Po mundohet që të shkoj më tej te financa, po krijon mundësira, idera dhe bashkë bisedon dhe bashkë vepron me 3 persona që mund të jenë në lidhje të një veprimi, në lidhje të një biznesi, po janë pasi në dilemë që do arrijë dot të bashkëpunoj me këto 3 persona, kërkon ndihmë të ato 3 persona, po gjithsesi ju keni iderat shumë të qarta, keni fuqi brenda vetes dhe keni krijimtari vet, po shikoj që gjërat nuk kanë shkuar mirë deri diku, keni pas errësirë ose humbje të një pakujdesi, tash e shikoj që ju do e rimerrni pjesën e humbur, po krijoni në pamundësi dhe do vazhdoni në pamundësi, shikoj realizim tek ju. Tek femrat, tek akrepi. Femrat kërkojnë financa të më tepërta. I duan financa tek femrat ke pjesa e stilimit të tyre. Janë bërë domethënë si me krah, kërkojnë sa më tepër financa dhe sa më tepër shpenzime. Po imagjinojnë këtë lloj shpenzimi, se në këtë kohë nuk arrihet dot ky lloj shpenzimi. E shikoj që keni shpenzuar edhe për vete dhe keni humbur financa nga shpenzimi vetvetes. Shikoj që e keni egon e bukur, gjithmonë doni të jeni më transparent dhe më e bukur në çdo lloj prezence dhe pak keni frikë që unë duhet të shpenzoj për vetveten, sepse nuk duhet më humbi as bukuria, as prezenca dhe duhet të jem një ego e pastër. Tek dashuria shikoj të akrepin që sikur i ka mbyllur portat e dashurisë. Ka ndodhur diçka tek ju. Është një zjarr brenda vetes që nuk është shuar akoma, do pak kohë, do pak komunikim dhe mund ta lini të qetë për një farë kohe, sepse nuk jeni dot rrugëzidhje nëse ju do mundoheni të krijoni debate ose zgjidhje ose takim për të krijuar mirësjelljen tuaj, që të keni një komunikimin, po në këtë kohë duhet ta lini domethënë pak më një anë sa të shuhet kjo pjesë. Tek pjesa e dashurisë, ka persona që dashuria tek ju është e zjarrt, po është dhe në dilemë tek ju. Ju mendoni gjithmonë brenda vetes që nuk kam siguri te dashuria. Shikoj që lind një bebe ose një engjëll i ri dhe në shumë pjesë, në shumë persona është i padashurueshëm ky engjëlli, sepse jeni të menduar si do të kaloj me këtë pjesë, si do jetë marrëdhënia ime mbas lindjes, mbas engjëllit që vjen tek mua. Unë shikoj që ju do keni ardhmëri, nuk keni përse të mërzitemi sepse e keni hënë mbas vetes dhe çdo pjesë që është e mbyllur tek ju dhe e mërzitur, ju gjeni rrugëzgjidhje, pa u menduar ke rrugëzgjidhje.